Kushtrim Ahmeti ka fituar garën për rektor të Universitetit të Tetovës. Sipas të dhënave, ai ka fituar 198 vota ose 59.46%, duke siguruar kështu fitoren kundrejt dy kandidatëve të tjerë, Fehari Ramadanit, i cili ka pasur 111 vota ose 35.44%, dhe rektorit aktual Jusuf Zejneli, i cili ka marrë 17 vota ose 5%. Në programin e tij, Ahmeti ka premtuar se do të angazhohet për një universitet më të fortë, më të hapur, më të organizuar dhe më konkurrues. Korniza programore e Kushtrim Ahmetit përbëhet nga 6 pika kryesore, duke përfshirë veprimtari arsimore dhe siguri i cilësisë, kërkimi shkencor, veprimtari aplikative dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, mbështetja e studentëve dhe avancimi i standardit studentor, infrastruktura dhe digitalizimi, qeverisja, financimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm dhe angazhimi me komunitetin dhe përgjegjësia sociale. Ai ka deklaruar se qëllimi është ndërtimi i një universiteti të bazuar në dije.